Vazhdojmë që ta përgatisim brumin. Fillimisht njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 250 ml me ujë. Por për një kujdes, uji duhet të jetë i vakët. Në të njëjtën sasi, sa kemi shtuar ujë, shtojmë edhe qumësht. Njëjtë edhe qumështi duhet të jetë i vakët. 250 ml qumësht të vakët. Tani tek brumi do të shtojmë një lugë të mesme me sheqer. Sheqerin gjithmonë ndihmon që maja e bukës në aktivizohet më mirë dhe më shpejt. Tani vjen rrodha e majas së bukës. Maja buke në total do të përdorim 7 gram ose një lugë gjelle. Maja e bukës cilën unë po e përdor është maja buke e thatë. Ky lloj më pëlqen më shumë sepse brumi mbetet më i butë. Nëse nuk keni maja buke të thatë, mund të shtoni maja buke të freskët, por atëherë do të shtoni 14 gram. Vazhdojmë shtojmë brenda tek brumi. Përzijem pak dhe lejojmë që maja të pushoj për 1 deri në 2 minuta para se të vazhdojmë të shtojmë produktet e tjera. Pasi pushon brumi pak, vazhdojmë që ta shtojmë vajin. Vaj do të përdorim 100 ml. Pasi shtojmë vajin, shtojmë edhe një vezë plot tek brumi. Përzijem edhe një herë para se ta shtojmë mielën. Tani vazhdojmë që ta shtojmë mielën pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Siç ju tham në çdo video recetë ku përgatisim brumra të ndryshëm. Pasi shtojmë një pjesë nga mielli, vazhdojmë shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp. Mielën e mbajmë afër dhe vazhdojmë me duar që ta shtypim një herë brumin në këtë mënyrë që të sigurohemi që nuk do të na mbeten kokra brenda tek brumi. Dhe do të shtojmë miell sipas nevojës së brumit. Dikon preferësisht do të kemi nevojë për 700 deri në 800 gram miell, por gjithmonë duke e shtuar me kujdes. Brumin e kemi gati, e kam ngjeshur mirë për disa minuta derisa kam formuar këtë brum mesatarisht të butë. Tani lejojmë që brumi të pushojë dhe të dyfishohet në ambient dhome, dikon preferësisht 40 minuta. Që brumit na qëndron i butë, sipër e mbulojmë me nylon foli. Dikon pas 40 minutave, brumi na është aktivizuar dhe është gati për të vazhduar dhe për ta punuar. Tani e marrim brumin në tavolinën e punës dhe vazhdojmë që ta ndajmë në kuleç më të vegjël. Nuk do t'i bëjmë shumë të mëdha, unë po i bëj sa një top mandarine. Pra po ju tregoj paraprësisht sa i kam bërë të mëdha. I lëmojmë kështu mirë pa miell fare dhe i rendisim në një qosh. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë ta përgatisim tërë brumin. Në total kam përgatitur 12 kuleç më të vegjël. Tani do të na duhet ose gjalp ose margarin, i zbutur pak në ambient dhome. Do të marrim nga pak gjalp dhe do të shtojmë sipër secilit kulaç. Në këtë mënyrë do t'i bëjmë që mbrendat na bëhen më të shkrifta. Tani i marrim kuleçt, vazhdojmë një herë ta përhapim gjalpin pasi është i zbutur. I hapim kuleçt pak me duar. Dhe vazhdojmë t'i mbështjellim në formë roleje. Njëherë, në të njëjtën mënyrë, i përgatisim gjitha kështu dhe i largojmë anësh. Tani vazhdojmë dhe e marrim kulaçin e parë që e kemi përgatit dhe me duar vazhdojmë që ta hollojmë dhe e bëjmë holl dhe gjatë. Tani vazhdojmë mbështjelljen. E rrotullojmë në këtë mënyrë. E nxjerrim njërin anë. Marrim tani anën tjetër dhe këto të dy pjesët i bëjmë bashkë, duke krijuar këtë mbështjellje. Do t'ju demonstroj edhe një që ta keni më të qartë. Marrim njërin anë, e rrotullojmë andej. Pastaj anën tjetër dhe të dy skajet i bëjmë bashkë dhe i rrotullojmë nga ana e poshtme. Dhe kështu duken pasi kemi renditur të gjitha në tepsi.
Nuk do të presin më gjatë që të aktivizohen ende në tepsi, sepse do të na fryhen shumë. Vazhdojmë më një herë në pjekje, por para se t'i pjekim, do t'i lyejmë sipër me të kuqen e vizës. Të kuqen e vizës e kam rrahur mirë dhe do të shtoj sipër secilit simit. Dhe tani vazhdojmë në pjekje. Fura është e parangruhur mirë në 220 gradë, do t'i pjekim diku afërsisht 20 deri në 25 minuta. Simitet janë pjekur sapo i kam larguar nga fura. Kanë marrë një ngjyrë të bukur dhe tani do ta testojmë se sa na kanë mbetur të buta. Dhe janë të buta si pambuku. Ju sugjeroj që t'i provoni edhe ju për fundjavë dhe t'i shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.